përdorimi i alkoolit edhe i duhanit ndikimi që kanë në disfunksionin erektil? Absolutisht si përdorimi i alkoolit dhe i duhanit ndikojnë rëndshëm në disfunksionin erektil, sidomos të marrë në mënyra kronike, sepse shkojnë dhe ndikojnë në ato që janë gjithë sistemi si vaskular ashtu dhe nervor. Normalisht për të pasur një ereksion duhet të kemi gjithë pjesën e enëve të gjakut që dëpërtojnë gjakun dhe nervave përgjegjës që janë nerva të vegjël dhe enë të gjakut të vogla në mënyrë terminale, le të themi, dhe janë ato që vuajnë më shumë se sa gjitha të tjerat, mungesën e një, le të themi, mungesën e një funksionit të mirë në bazë të inflamacioneve që mund të krijojë si alkooli dhe duhani dhe inflamacionet kronike që mund të krijojnë, shkojnë dhe dëmtojnë rëndshëm këto enë të vogla dhe këto nerva të vogla që janë përgjegjës të ereksionit.